E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të mira dhe të përzemërta që ati i takojnë. E lavdërojmë e madhërojmë shumët e i cili na krijoi, i bëjmë lavdet mëdhaja ati që na bëri për njerëzve, dhe falenderojmë pafund dhe madhërojmë atë i cili na bëri për muslimanëve dhe muslimaneve, për besimtarëve dhe besimtareve dhe për atyre që me lejen e të madhit Zot kanë qenë agjërues. Dëshmojmë në këtë xhuma me dëshminë e madhe të shahadetit që i madhi Zot është një dhe një i vetëm. Dhe Muhamedi a.s. ishte njeri si gjithë ne i veçuar me shpallje hyjnore, i veçuar me Islam. Vëllezër motra nderuara, ju begatoftë i madhi Zot në Ramazan përgjithsisht dhe natën e Kadrit veçanërisht. Shpresojmë shumë nga i madhi Zot që i dha këto dy bonuse hyjnore për të na arritur neve mëshira dhe begatia e pafundme e Zotit tonë dashur. Shumica e dietarëve kanë thënë që nata e Kadrit është në natën e 27 Ramazanit. A është 100%? 100% jo. Se si që kemi thënë dhe më përpara, kur doli profeti a.s. dhe ja tha Xhebrail Emini me dhënë me datë, dy musliman po u zinin me njëri tjetrit, po bënin debat e kishin egzageruar. Dhe profeti a.s. për i kësaj e haroi me dhënë me datë natën e Kadrit dhe tha, ndoshta i madhi Zot ma bëri të haroj dhe tjetë për më hajër. Muslimant nuk do të me bë debat. Muslimant në asnjë mënyrë nuk mund zihen, as muslimanët me njëra tjetrën nuk do të bëjnë debat dhe të mërzisin njëra tjetrën, se edhe natën e Kadrit dy muslimanë që po u zinin apo bënin debat e ngretën lart, e harroi profeti alayhis salam. E ky ishte leksioni i madh që muslimanët janë vëllezër kur janë sinqertë dhe e kanë besimin me sinqeritet. Kur vinë në xhami me sinqeritet dhe kanë besuar të madhin Zot me sinqeritet, nuk mund bëjnë debat dhe nuk mund zihen. Se edhe nata e Kadrit u ngrit lart. Tha profeti alayhis salam, ndoshta që unë e harrova është më hajër, dhe në fakt e vërtetoi ummeti Islam që është më hajër, më e mirë. Sepse sot janë 2 miliard musliman në botë. Ta kishte thënë profeti qartë që është me natën e 27 dhe mbaroi. E Zoti madh, edhe Ramazanin s'kishin për ta agjëruar disa që thoshë hajse mjafton nata Kadrit që duam Ramazanin tani. S'kishte për të ndodhur ju begatoftë i madhi Zot që ummeti Islam kudo që janë me miliarda janë ngretë si kollozët e mëdhej, si gjigantët e mëdhej të Ramazanit dhe po e mbushin të 10 ditë në veçanti me lexim Kur'ani, me falje, me namaz natë, me namaz dhe teravive, dhe e kanë bërë natën si ditë. Kjo bëhet sepse është përcaktuar që nata Kadrit tashmë është në 10 netëshin e fundit apo 10 ditëshin e fundit, dhe kjo u kthy në hajër se gjithë secili që mundohet për 10 netë e 10 ditë e ka arrit në natën e Kadrit, po ka shtu dhe mirësi tjera pafund. Dhe doli e fjala e profetit alayhis salam që ndoshta ma bëri i madhi Zot ta harroj, sepse do jetë më hajër dhe më hajër doli. Sepse 10 ditë njeriu ja bën kabull vetes tij për t'i nda dhe për t'ia kushtuar me të madhit Zot dhe të marrë begatinë e natës Kadrit, të 10 ditë që të fundit Ramazanit e të afrohet me shumë me të madhin Zot.